evente, se edhe ata për shembull. Po, bëjnë. Me kap njerëzit. Normal. Ashtë edhe pjesa e Shirokës, është shumë e bukur të liçeni. Edhe aty kanë bërë një kështu një shesh shumë bukur, një pedonale, edhe aty po ashtu. Ose qiklabile, me ecë me bicikletë. Këto do një... Këto pra këto. Pa është prallë, është Me kretë. hec, me shëtit, me ngër i gjotë mirë, të lirë. Po. Si mas venit bëhet ku venit, se s'mund. Kanë shku pjatat nga 15-16 euro, 14 euro, lartë. Se bëjnë krahasimin pasaj me diku tjetër, e di se është puna po iki mbali me ato le. Dhe i ka hapësi, ka shumë hapësi. Vetë liçeni i Shkodrës është kaq i madh, ofron kaq mundësi në dasht me organizu për smarit. A di si bëhet, si Lago di Garda. E di. Mrekulli është. Po normal, kanë bërë rrugën, po. Duket ta kanë marru. Deri në kufi. Kërkon investim me men. Për shembull, Unë mendoj se kuaj tenaqeve këto kartonave, këtyne gjonave të improvizume ka kalu. No, ka marru, Ka kalu 10 vjet para, por si do qoftë, do të me pas shumë kujdes. Po. Notimet janë me kualitete shumë të larta. Shumë të larta. Prandaj dhe metri katror mendoj unë është rritë, se janë rritë edhe gjithë gjërat e tjera nga ma. Ne i bëme po me zoom out. Lëndet e para si janë lëndet para 10 viteve për para. Normal. Po famë bëme po me zoom out, është gjaja ma e për mu që duhet me na bëmë në pak ma të qetë, është generacioni i ri. Po e diskutosh, as di me ke po e diskutosh a këtë gja. Në thanë, unë kam vure që ka të rritë tonë këto, janë gjallë, kanë kreativitet, janë smart, e dojnë vendin, kanë shumë gjana që të bajnë me mendu që ato të ri, okej, edhe në që se shkojnë me studio është bile benvenga me shku me studio jashtë mu pasunu, por du kthehen, edhe do e binë tana të ekspertaj si që nga ka nolë dhe këto vitet e fundit që shumë janë këthy, dhe më thanë, që disa janë këthy. Pra unë personalisht, pa kam thënë qysh, mëndoj, qysh 2019 e mëndoj, qysh se kam pas kontaktet e para me ambjentet rinjore. Këtë vend e ka të garantum të ardhmen nga të rritë normalisht. Të rritë kanë me kanë nesër në ato pozicione. Kam shpresa. Mandaj bota si dijet, dhe më thanë. Se nuk e kena ndorë vetëm na, nuk kena një ishull ku di unë fund botës që qatë noll, janë ekuilibret, janë Du të mbledh bishtat e cigareve, Ana, Kostana, edhe më tha do të bëjmë i këngë për cigaren. I thash e kena bëhë dje, tym. I thash, gjysma bugjetit cigare jë naftoftajare. O, tha e pas ki po i thash me liri ndje. Ishim të folë për të ardhmen e Shqipërisë. Po. Edhe unë po thosha që më pëlqen shumë generacioni i ri. Më thanë, të që sot janë 17, 18, deri 23, 24, se i shof me sytë e mi, që ishtë 2019 i shof disa kanë shumë inovativ, disa s'kanë gjallë, kreativ, gjithsesi guximtar. Është drejt përmirësimit çdo gjë. Si e shof? Se ti jeton tu, nuk ti ke studenta në tjerat. Kam studenta, kam dhe akademik. Ajo që është... Ka dhe shumë rëmuj. Ajo që është interesante është që shkollohen jashtë. Po. Shkollimi jashtë, diaspora, gjitha këto, dikojnë shumë. Për shembull, kjo botusja ime nga diaspora, Loreta Shilok, kjo është një eksperte në gjermanistike jashtëzakonshme. Edhe kjo të tregon edhe se si janë bo shtresat e letërsisë
në lidhje me qëndrimet ideologjike dhe politike, do me thonë të jep dhe statusin e çdo shkrimtari pse heci, si me kuptu statusin pse Ismail Kadariu promovuaj shumë, gjëra që ne si kemi analizuar si herë. Kështu. Edhe rinë kështu në hije gjithë të njerëz që kanë kaq kulturë, ose në shkollën time, kam kush e di sa kuadro të formuar, Greqi, Itali, Gjermani, edhe që vazhdojnë prap atje degët, Angli, Francë, sa dush, bile një dy edhe në kohën e pandemisë shkun zonë punë, njëri nga ato bure gru në Luksemburg. Do me thënë, shkojnë, vinë, a ka debat qytetar ku të nxjerrin vlerat? Nuk ka, po debat akademik aty në shkolla ka sa dush. Dhe globalizimi nuk e ka shumë qef kulturën lokale, si i prish punë. Kështu që në këtë kontradikcion evropianizohemi. Shikoj që evropianizohemi. Ata që s'bëjnë shkolla janë ma afër kulturës amerikane, me thënë drejtën, se me muzikën, me hip-hopin, me interesat e IT-s me këto. Po një pjesë shkollohen. Unë për shembull të 2 fëmijët e mi i kam shkollu jashtë. Ku? Po, e madhja në Itali. Ku në Itali? La Sapienza. Sapienza. Në Rom. Në Rom? Në Rom. Edhe e dyta, po Qa prapë. dege më falë kjo Italis? Juridik. Juridiku. Juridik shumë i vështirë. Të merë. Të merë. Sapienza. Libra me të rëzu. Tjetra ka mbaruar këtu ke zonja Këshillit Mirë fizioterapi, pastaj në Kanada ka mbaruar shkollë kineze për akupunkturë dhe ato, dhe po vazhdon tani për psikologji që ta atje në Vancouver, që ta kapi klientin në 3 drejtime fizik, me akupunkturë energjetik dhe psikologjik, t'ja bëj pa kontreshe, që ta kapi në gjithë problemin, sepse ajo mendon që një pjesë e pacientave të saj e kanë problemin psikologjik, nuk e kanë fizik. Psikosomatiku. Po, një tjetër thot, i mban shteti me rrogë nga që janë invalidizu, dhe nuk e kuptojnë që janë ata shumë me atë pagesën, edhe s'dun me dale, kanë smundjen, e përdorin smundjen për tjetu, du t'ja heq thot këtë sindromën. Ka shëru plot raste që kanë qenë të pashpresa, se shumë e zonja. Kështu që shqiptarët, ndërkohë, anglisht e nuj, italisht e nuj. Pa ka nërmen më këthy? Apo? Kjo e madhja kishte shumë dëshirë, po kam përshtypjen që ka iluzionin asaj Shqipërie që ka lënë, që ishte me parti, nuk e shef që në orën 12 natës vjeta myllë e thotë, kështu, se kanë bëj jetë natë shumë, se i kapi ajo... Daldisja. Daldia madhe, atë e jetun. Unë për shembull në plazh i kam marrë 14 vjeç, kanë marrë në plazh, se zoshin me marrë në plazh, kanë marrë në plazh me shokët, boyfriendat. Për jashtë apo për mend? S'vinte fëmia. Jo, kam shokun, thosë se s'vin, 14 vjeç. Se jashtë ka mrapa beach barit. Po. Du të me pa që farë gjenje të është. Ana! Tashi Shqipëria në këtë konotacion do shifet të globalizimit, nuk mund të shofësh mos si për para. Globalizim. Pra të po thosha, unë që do ndikojnë shumë normalisht, do më thanë nuk mund të parashikojmë sepse në varet nga si do shkojnë bota, se nuk jena një ishull. Tashi gjemë kudo të huj kudo. Shkon të bësh masazh, ke nga Filipinet, ke nga... Shkon në për restorante, zjatë kokën ti, do me i folë në kuzhinjeri, kur shef gjithë stafi është... Në thonë, ka përzjeri shumë madhe. Sicilia, duke krahasuar me Sicilinë që është një ndër regionet më të mëdha të Italisë. 3 milion banor, 28.000 kilometra katror. Pra, është... Sa Sicilia? Po, sa që jemë. A mund të kenë 1/50 e firmave që janë në Shqipëri. Ashtu, a? Po. Pra, në një vënd kaq të vogël, ka një turismi kaq të madhe kërkese dhe investimi, që është e jashtëzakonshme. Unë e shoh këtë gjë kudo që shkoj. Kudo që shkoj, shef firma të reja, çdo herë, biznese të reja, dhe këtë po flisëm, ndërtimet e reja, pra dëshira për të evoluar është e jashtëzakonshme.
Ajo që po i thoja dhe është që inshallah nuk e tremin tregun ndërkombëtar dhe turizmin. Sepse është shumë vështirë për ta afruar dhe është shumë e thjeshtë dhe lehtë për ta larguar. Ti mund të punosh sa që mas 91-shin, po s'po e llogarisin, mas 2000-shin po llogarisin. Ti ke punu 26 vjetë, çerek shekulli me afru, me shumë vështirësi, dhe duhet një vit që ti e largon komplet gjithë gjë. Qofse nuk arrin të mbahen standardet dhe kostot dhe çmimet, siç janë, që janë maksimale. Varet nga politika. Kanë arrit shumë lart. Pra ti ka byrekun, me i byrek ka shku sa ka shku 800-900 lekë. Po. Ajo do 1 euro. So byrek që kanë 200 lekë. 200 lekë vjetra, 150 lekë vjetra. Po ka shku, po hajde shko në Rom se sa e ke një byrek. Po jo, këtu është ndryshimi tani. Si? Më falë, këtu është ndryshimi, se ti shkon në një vend që quhet Rom. Po. Epiqendra e njerëzimit, e evolimit. Roma është një centro historiko që ka një larmi gjërash nga ana turistike që nuk, jo Tiranë me qenë, por që një Tirana bashkë nuk mund të krahasohen me një gjë të tillë. Pra, komët shtrihen sa është organi në Shqip. Ti nuk mund të pretendosh që byrekun, hajde se tani atje në Rom po e shesin kornetin 2 euro, okej? Edhe unë po e shes 1 këtu. Nuk është ekuivalent. Në fakt shumë të fryra janë çmimet, dhe kur shkoj në aeroport s'kam dalë janë. Aeroporti qeverinë vetë. Jo, atë as mos 600%, 700%. Jo, është se do njeriu i kafe i gjë, se është. Po ja, po aty është gjithkohë, edhe në aeroporte. Po dakord, po ai që ka edhe në dyqan, ai që ka. Njësoj çmimet i Me çmimet e dyqanit, kurse ky e ka në dyqan dhe në aeroport e ka 5 herë më të madh. 5 herë më të madh. Po aeroporti është zonë vete. Edhe është koncept në vete, në kuptimin që unë e ndaj veç atje të aeroportit. Unë them për gjithë që është Shqipëria me vete, kusuri, duhet me pas shumë kujdes. Shtrenjtë është bo. Shtrenjtë është bo, kilja djathit, kilja mishit, gjithë. Si jashtë? Po dhe ushqime. Shtrenjtë është. Po dhe qefi, po dhe shezlloni, po dhe, a kupto? Edhe është një moment, një stadion të duhet me e largu komplet. Po nuk ju vu një tavan kësa gjëje. Vjetë këshu ka qenë. Ti për te kësa gjësh nuk shkon më. Vjetë këshu. Vjetë nuk ishin të knajshur ato me turizmin aty në jugë, si ishin të knajsh. Ishin dobët. Dobët, ka 2 vjetë që është dobët. Dobët në koncept, jo në shërbim. Pra ti, vjen nga Italia këtu, se a i len, kanë lën, kam shok që kanë nga Sicilia, nga Kalabria, nga Napoli. Kanë arë se kanë prit shërbim të mirë, po me kostot lirë. Kanë marë shërbim të mirë, mos them të keq, se s'du me thonë këtë gjë, me çmime me kosto shumë të larta, i kanë ranë top. Edhe kanë dalë me qikë shpatat lartë. Lezetshëm, bukur, deti, gjoja, bukurit natyrore, po ama, ke milion lekë që dynjos. Ma ato lekë kishim shku në Honolulu. Kjo është ideja. Po se disa kanë atë idenë që du me hajtë se si mjetë i morë me dhe me ka din. Pa e di, për e di. Ajo është gabimi. Se duhet me e ba në perspektiv, ti duhet me e ba mu këthy atë turist. Dhe investimin pra ne pra po të thamë. Gjithë Shqipëris. Me ba mu këthy, duhet me e ba që e turist kur këthejet në Itali, ose ku do t'i thot tjere, që ja kam kalu në Shqipëri. Po tash është edhe një gjë janë ngritur nga pandemia çmimet. Ti ke hotelin me 5 yje si ai atje që është atje. Okej, dhe ai mund të ketë, po ja fus kot tani, 150 euro, 200 euro natën, po ja fus kot. Hoteli që është poshtë ati, në njëtën rrugë, njëtën situatë, njëti det, por sa 100 nga ana strukturore, nga ana shërbimit, nga ana ushqimit, nga çdo gjë. Pra ai është hotel 5 yje superior, ai tjetri 3 yje, 2 yje. Qa bërë? I pret që të mushet ai tjetri,